Bashkia e Korçës u ka kërkuar tregtarëve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në pazarin pas teatrit si dhe tregtarëve të tjerë që operojnë përgjatë pazarit të vjetër e deri tek shërbimi Zerfikës të lirojnë hapësirat publike. Një gjë e tillë ka sjellë edhe reagimin e tregtarëve, të cilët këto hapësira sipas tyre i kanë përdorur për të reklamuar mallin që tregtojnë. Sipas tregtarëve, në rast se nuk lejohen të reklamojnë mallin e tyre, e kanë të pamundur të ushtrojnë biznes në këto zona. Erdhën policisë bashkiake, nëse asgjë vetëm qepenin vetëm deri atje ka por asnjë reklam nuk ka. Shkaku se dim kaq. 50% tonë kemi zemër. Jemi të dëmtuar edhe me reklam jemi të dëmtuar. S'ka njerëz Korça. Do ikim çfarë do bëjmë, po s'reklamuam së vjen. Çfarë do bësh ti aty brenda po nuk hap. Pastaj nuk zem ndonjë. Ktu është një gjë e fshehur, një rrugë e fshehtë. Në këto tregje ushtrojnë aktivitetin e tyre më shumë se 200 biznese, ndërsa bashkia pas një takimi që ka patur me një përfaqësi të këtyre tregtarëve, u ka bërë me dije se mund të reklamojnë mallin e tyre në një hapësirë të kufizuar, pa cënuar lëvizjen e lirë të qytetarëve.